Mirë mbrëma, mirë se erdhët në sens. Këtë javë është shënuar dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Një ditë që na kujton se shumë lehtë është të aprovojmë ligje edhe të bëjmë statistika, sesa të ndërtojmë një realitet në fakt, sesa të ndërtojmë në realitet një shoqëri me mundësi të barabarta. Sot do të flasim për aftësinë e kufizuar, fushë ku ndërthurën të drejtat e njeriut, politika sociale dhe diversiteti njerëzor. Me të ftuarin tim, zotin Afrim Maliqi, drejtori Hendikosti, do të flasim për përfshirjen, qasjen, përkrahjen institucionale dhe rolin e shoqërisë në krijimin e barazisë reale. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Afrim. Mirëmbrëma, mirë se gjete, Adriana. Ta kujtojmë kështu organizata juaj, Hendikos është një prej organizatave më të vjetra që ka bërë shumë me dekada, ka punu në mbrojtjen e të drejtave dhe promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar. Sot mas kaq viteve, cila është gjendja e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë? A ka ndryshuar realisht? Shoqata jonë është fillimisht është themeluar qysh në vitin 1983 me qëllimin kryesor ngritja standardit të personave me aftësi të kufizuara dhe ngritja zërit të tyre. Në ato vite ka qenë një situatë krejt tjetër për shkak se ka qenë sistem komplet tjetër. Financimi saj dione, për atër, me qenë se atër nuk kam qenë as antar, ka qenë i mbështetur nga institucionet shtetërore. Por shërbimet atër kanë qenë të mbuluara për personat me aftësi të kufizuara, duke përfshirë pajisjet ndihmëse, medikamentet, për shkak se ka pasur sigurime shëndetësore. Kohën keni filluar me punu. Po, atëherë kanë qenë të mbuluara nga shteti. Mirë po, do të kthena pak mbrapa, në vitet e 90-ta situata në Kosovë ndrron komplet, si pasojë e situatës politike dhe ekonomike në vend, ku personat shqiptarët largohen prej pune, mbesin pa sigurime shëndetësore dhe automatikisht e humbin edhe shërbimet e sigurime e personat me aftësi të kufizuar. Dhe në ato vite, shoqata jonë mobilizohet me vullnetar, me aktivist, prind, student të ndryshëm. E keni ndru formën e organizimit? Po, formën e organizimit, së bashku me shoqatën e Nën Sterez dhe mbështetjen e dy organizatave ndërkombëtare, Handicap International dhe Oxfam, që të ofrojmë sadopak disa shërbime bazike, po dhe njëkohësisht bëjmë disa takime me ta, gjitha kjo punë ka qenë në baza vullnetare. Po e them këtë me qenë se edhe djeshin unë 30-torin ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara dhe ma kujtoj, unë e sa mbajme, për herë të parë në Kosovë, u shënu 30-torin në vitin 1995. Një organizim të vogël, disa aktivist, disa vullnetar dhe në atë ko vizionari Halit Ferizi, cili ka qenë themeluesi i parë i Hendikosit, na mësonte, na tregonte për drejtat e njeriut, dhe në atë ko ish diçka si e pa kuptim të flasim për drejtat e personave me aftësi të kufizuara, kur drejtat e njeriut shkileshin on e man. Po them kështu se kemi vazhdu qysh atëherë dhe çdo vit e kemi shënu 30-torin me mesazhe, me moto, me konferenca, pritje, vizita të ndryshme dhe unë djeu njeva mirë dhe sot njëna mirë. Njëna mirë se edhe presidenca, edhe kryeministri, edhe ministrit, edhe institucionet publike, edhe shoqatat, gjithat persona me aftësi të kufizuar, individ me aftësi të kufizuara, por edhe organizatat shoqërisë civile kanë shënuar këtë ditë. Sfida ka ende plot. Por ndina mirë se e kemi arrit një sensibilizim që s'paku këtë ditë shënohet. Unë e di se përgjigja shumë njerëzve vjen çka edhe 364 ditë të tjera. S'paku kjo ditë kur shënohet, s'paku kur flitet, unë e shoh që është një progres, s'paku progres i vëdijsimit, i ndërgjegjësimit. Po në çfarë mase? Ajo tani mbetet me... Ajo mbetet tani prej sot e tutje deri në 30-torin e ardhshëm se çfarë progresi mund të kemi. Është, në fakt, është vëdijsu shoqëria kosovare se çka do të thonë me jetu me një aftësi të kufizuar, apo vazhdojnë ende këto stigma, paragjykimet? Shikoni, paragjykime, stigma ka ende, por ka një progres. Dhe thyrjen e paragjykime dhe këtë thyrje të paragjykime e kanë arrit shoqatat, respektivisht shoqata jonë.
duke organizu aktivitetet ndryshme, duke përfshi persona me aftësi të kufizuara, duke punu drejt për drejt me ta, jo veç në ofrimin e shërbime, po dhe ngritin e kapaciteteve që ata ta ngrisin zërin dhe të flasin për vetë vete. Dhe kjo mendoj, po jam shumë i sigur se është arrit prej shoqatës sonë, por jo prej institucioneve. Dhe nuk është letë jetohet, duke pas parasysh situatën ekonomike në përgjithësi në Kosovë, ku personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë dhe vlerësohen se janë grupi me i varfën dhe me i rrezikum në vendin tonë. Ende nuk ka mbështetje ekonomike të mjaftueshme, nuk ka kujdestar të mjaftueshëm, nuk ka asistent personal, nuk ka qasje në përgjithësi Kosovë, nuk ka shërbime të duhura shëndetësore. Kur them të duhura, them të profilizume për lloje të caktuara të aftësisë së kufizuar, shërbime rehabilituese institucionale, nuk ka edhe shumë çka tjetër. Për shkak se këto e fuqizojnë familjen, dhe kur të fuqizohet familja, kur të mbështetet familja, atëherë sigurisht se ja lehtëson jetën, jo vetëm familjes, po dhe personit i cili jeton. Një aftësi e kufizuar në një familje është pa shpesh edhe si një lloj tragjedie, si një fatkeqësi, si një lloj mos themi ashtu, thoj jam mallkem. Çfarë forme sot perceptohet aftësia e kufizuar në familjet tona, po edhe në rrethin më të gjanë, edhe në përgjithësi në shoqëni? Pak më herët e përmenda se paragjykimet kanë fillu të thehen, të zbuten, por jo në atë mos sa do duhej. Edhe sot, edhe para vite për më herët, nëse një fëmijë lind me aftësi të kufizuara, nëse nana është duke punu, detyrimisht duhet të largohet prej pune në mënyrë që të kujdeset për fëmijën. Dhe kjo familje shkon në shtëpi. Kjo familje nuk ka shërbime të duhura, nuk ka rehabilitim institucional. Nuk po flasim për paragjykime edhe për stigmë, sot më shumë po flasim për... Kështu kryohen. Po flasim për angazhimin institucional. Kështu pikërisht, kështu kryohen. Pse e them kështu? Për shkak se ajo familje nuk ka ku të merr çfarë shërbimi institucional dhe nuk e pranon gjendjen e fëmijës. Familja është e traumatizuar. Kjo ndodhe me një të rritën nëse pëson një aksident, një lëndim punë, ku jetë me pasoja të përjetshme apo të përhershme. Dhe familjet fillojnë me mendu, mos kam bërë diçka keq, çka ka ndodhur me neve. Pse bashmu? Pse bashmu? Është e traumatizuar. Nuk din kam orientu, kam i marr ato shërbim. Dhe familja fillon të kompleksohet. Kërkush edhe nuk i përgatit, ndoshta më ballafaqur. Absolut jo. Familja fillon të kompleksohet. Familja kur fillon të kompleksohet, normal kompleksohet dhe personi. Dhe mandej vjen deri te izolimi. Dhe shoqënia jonë thonë se familjet po i mshefin personat me aftësi të kufizuar. Apo i mshefin? E që nuk qëndran. Jo, nuk i mshefin. Nuk i mshefin. Por detyrohen të bëjnë këto për shkak se institucionet nuk ofrojnë shërbime institucionale qysh nga lindja apo me njerë pas lëndimit që ka më ndodhë një aksident apo një lëndim punë ku jetë me pasoja të përjetshme. Vendet e tjera, kjo është komplet ndryshe. Nëse lindi fëmijë me aftësi të kufizuara, me njëherë fillojnë shërbimet institucionale, rehabilituese, të ndryshme, edhe për familjen, edhe për fëmijën. Edhe për fëmijën. Ku me vetë fakti kur familja fillon të marrë ato shërbime institucionale, e që one këto e di shumë mirë se kam edhe familjarë që jetojnë në Perëndime, që sot ka shumë Kosovë që kanë familjarë, ndoshta sigurisht kanë edhe me aftësi të kufizuar, dhe gradualisht familja përveç që i merr ato shërbime për fëmijën, mbështetet edhe familja edhe pranon gjendjen e fëmijës ma lehtë apo i rritur. E kjo në Kosovë nuk ndodh. Kjo ndodh, kjo mund të shkojë disa muaj, ndoshta edhe me vite, derisa familja ta kupton, ta pranon dhe ku drejtohen në shoqatën tonë. A është kjo se krejt bara në mënyrë absolute, po i lehet familjes? Gjithë bara i mbetet familjes. Gjithë bara, më thash, detyrohet largohet nana prej pune, kur është fjala të një rritun, atëherë jo një, apo ndodh dhe nga dy persona që të kujdesen për atë person, për personin që është me, çfarë do veçanti kufizime të rënda, po them të rënda në veçanti për paraplegjik apo tetraplegjik. Për shkak se vlerësohen që janë grupi më i rrezikuar mesin e njerëzve me aftësi të kufizuara, dhe pse them kështu, për shkak se
komplikimet apo pasojat rriten si shkaktar i aftësisë së kufizuar. Dhe me ato komplikime apo ato pasoja fatkeqësisht ende në Kosovë nuk mirën institucionet e tona, mirëmi ne si shoqat, por ne nuk ofrojmë shërbime shëndetësore. Ne mund të këshillojmë, të orientojmë si me zgjedh si me referu me zgjedh një çështje dhe veçanti me mbështet familjen me ato mundësi të cilat ne i kemi për shkak se bazohemi komplet në projekte, si fëmijën, si prindin, si të rriturin, edhe sidomos personit, mbështetja në për periudhën në të cilën ka kaluaj, i tregon atij në mënyrë që ta tej kaloj, por jo shërbime institucionale. Si organizatë me siguri keni edhe shënime, cili është ky numri i personave me aftësi të kufizuar, a dihet ndaj numër i përafërt? Adriana, regjistrimi i fundit ka dalë shumë interesant në Kosovë, i popullatës. Ka dalë se në Kosovë jetojnë 21% të popullatës me vështirësi afatgjate. Kjo është shumë. Kjo do me thonë shumë. Organizata botërore vlerëson se mund të jenë 15 deri në 16% të popullatës me çfarë do kufizimi qoftaj. E Kosova ka dalë me numër dhe më të madh. Po ka dalë me numër më të madh se nuk i kanë marrë informatat si duhet, do të thonë formularët të cilët kanë qenë të përgatitur, po njëkohësisht edhe intervistuesit nuk kanë pas pyetje të duhura dhe qasja e tyre ka qenë e gabume se çka konsiderohet edhe pyetjet të cilat i kanë bën intervistuesit tek familjet apo tek personat me aftësi të kufizuar, edhe disa pyetje që kanë qenë thuaje se nuk kanë kalu fare në për të dhe ky numër ka dalë i madh. Tash, ky numër nëse është realisht, nëse është, çka unë besoj se te 15%, jo te 21%, atëherë me të vërtet kjo është alarmante, për shkak se nëse ja shtojmë numrin e familjeve, ata jetojnë me familje, atëherë institucionet e tona do duhet ta marrin seriozisht këtë çështje dhe ta bashin prioritet të prioriteteve, në mënyrë që të ngritet mirëqenia, në mënyrë që të ngritet shërbimet e duhura për personat. Ju thatë që mirë që e kujtojnë këtë datë, i kujtojnë këta persona në datat e caktuara, po megjithatë kjo po duket krejt më tepër vetëm si një farë promovimi i tyre politik, i politikanëve, i këtyre që udhëheqin vendin. A ekziston vullneti politik minimal? Sa e keni pa ju gjatë punës tuaj? Ekziston një vullnet të paktën një punë të vogël me janis? Është interesant se çdo herë kur kemi kërku pranimet të nivelet më të larta shtetërore, apo vizita, apo takime na kanë pranu, edhe kanë ardhur na. Jo vetëm këtë datë, më fotografu krejt, i kemi pa edhe na. Edhe veçanti gjatë fushatave zgjedhore, si niveli lokal, gjithashtu edhe qendror. Para disa vite, unë e kom iniciuar çështjen e amandamentimit të kushtetutës me konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, që është një dokument i jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili na hap rrugë Kosovës, sepse ende jemi anëtarë të Kombeve të Bashkuara, po një ditë sigurisht do të jemi, ku gjitha ligjet, gjitha çështjet që i përkasin personave me aftësi të kufizuara duhet të rishikohen. Dhe me këtë rast, në këtë situatë, Kosova merr dhe obligime shtetërore se duhet të raportojnë në Gjenevë dhe në Kombet të Bashkuara. E them kështu se procesi ka shku jashtëzakonisht pa të shku mirë, ne kemi drejtu kuvendit, qeveria kuvendit, kuvendit gjykatës kushtetuese, në mënyrë që kuvendit ta aprovoj këtë amandamentimin e kushtetutës. Por për shkaqe politike, nuk kanë marrë pjesë gjithas, në veçanti lista serbe nuk kanë marrë pjesë në kuvend dhe nuk është aprovuar. Dhe unë gjithmonë e them, kur ndodh diçka me rëndësi për neve, diçka ndodh e keqe që na psojnë. Kjo ka qenë një diçka e mirë kur e përmende, edhe shpallja viti 2022 si viti personave me aftësi të kufizuar, të cilën e kom iniciuar dhe qeveria ka aprovuar. Por çka ndodh? Këtë janë këto në letër edhe këtë janë këto simbolike. Vetëm 30% të atyre aktiviteteve të cilat kanë qenë në vitin 2022, si kalendari aktivitetet që të ne kemi qujtë, për cilën kanë pas obligim institucionet që të zbatojnë, veç 30% janë zbatu.
cilat shërbime sot janë të nevojshme të realizohen për personat me aftësi të kufizuar në mënyrë që me pas mundësi mu inkuadru në shoqëni në mënyrë të barabartë, me ju dhanë mundësi të barabarta të gjithëve. Po nisim prej moshave të vogla, po edhe për të Po e filloj kështu. Vlerësohet se mund të jenë 11 apo 12% të fëmijëve me aftësi të kufizuara të përfshirë në arsim. Ku janë ata 88%? Ata 88% të atyre fëmijëve nuk janë veç numra, po janë fëmijë. Arsyet pse nuk përfshihen në sistemin arsimor janë gjendja e vështirë shëndetësore, për shkak se nuk ka shërbime të duhura shëndetësore, nuk ka rehabilitim institucional, nuk ka transport të përshtatshëm dhe qeveria nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tona që të vendosen në ligjin për dogana dhe akciza, ku do t'ju lejohej edhe kujdestarëve të zhdoganonin automjetet apo veturat e përshtatura për personat me aftësi të kufizuara. A ka qenë qaqe vështirë ajo më bë? Jo, nuk ka qenë vështirë. Ne kemi dërguar, ka qenë para 2 vite në konsultim publik. Kërkesat e tona nuk i ka marrë parasysh qeveria fare. Vetura është pajisje ndihmëse, nuk është luks për personin me aftësi të kufizuar. E lehtëson pjesëmarrjen e tyre në jetën publike, e lehtëson pjesëmarrjen e tyre në shoqëri, në marrjen e shërbimeve të ndryshme, socializime, gjitha këto. Në fjalë është pajisje ndihmëse, nuk është luks, por qeveria sigurisht se ka menduar se mund të kenë zhdoganime. Shumë personat me aftësi të kufizuar ndoshta nuk do të ketë hyra shumë nga doganat, që kjo nuk qëndron fare, meqense se një automjet zhdoganohet çdo 7 vite dhe familjet nuk kanë mundësi që ta zhdoganojnë një vetur, kush e diun e çfarë luksi ajo vetur tjetë, edhe mbrana 7 viteve, domethënë është një periudhë e gjatë. Edhe normal mungon edhe mbulimi me pajisje jo vetëm ndihmëse, po edhe teknologjike tek personat me aftësi të kufizuara, mbështetja ekonomike e familjeve dhe çastja në për shkolla. Këto janë ato zinxhir këtë bojnë ata që fëmijët nuk integrohen apo nuk përfshihen në sistemin arsimor. Kur fëmijët nuk përfshihen në sistemin arsimor, edhe kur rritën pak, prap janë të përjashtuar prej shoqënisë. Edhe në veçanti, unë shpjegoj, shkollat fillore janë afër komunitetit. Shkollat e mesme janë më larg, universiteti më larg. Dhe ky numër çdo herë zvoglohet. Për me mërri deri te universiteti. Për shkak se kërkohet kujdestari, apo asistenti personal, transporti, se fizikisht është më larg dhe është e pamundur, po dhe universitetit i kemi pa qasje. Domethënë universiteti e Prishtinës dhe fakultetet. Po si qëndron puna e asistentëve, e personave që megjithatë ata që kanë nevojë për një ndihmë, për një kujdestar afër. Po. Ne kemi disa ligje të cilat i mbështesin personat me aftësi të kufizuara, si fëmijët, si të rritunit, të verbërit, personat paraplegjik dhe tetraplegjik. Këto ligje janë edhe si janë të mira. Për shkak se një person me aftësi të kufizuar duhet vlerësohet më drejt dhe nuk duhet ai që ka nevojë vetëm për një kujdestar, po ka nevojë personi që të ketë 2 edhe 3 kujdestar. Sot në një familje të cilat detyrohen t'i paguajnë një shumë të konsiderueshme persona tjerë për të kujdesur për të. Ndërsa i marrin vetëm 180 euro për kujdestar. Ose në anën tjetër i marrin 75 euro për medikamente dhe pajisje. Çka shumë e pamjaftueshme. Unë them se sot personat gjithë në qytetarët mund ta kenë ndonjë grip gjatë vitit dhe medikamenti duhet i blejnë, për shkak se s'kemi sigurime shëndetësore. Ndërsa personat me aftësi të kufizuar për çdo ditë duhet përballen me këto medikamente dhe pajisje të ndryshme që duhet i blejnë. E kjo e varfëron familjen edhe më tepër, meqense ata kujdestari sipas ligjit në fuqi, ligjit veçanti për paraplegjik dhe tetraplegjik, është ai që kujdeset 24 orë herë 7 për paraplegjikun apo tetraplegjikun. Dhe jo vetëm një person, po e theksova nga 2 persona duhet kujdesen në mënyrë që ata po të kishin punu, familja, mirëqenia atyre do të ngritej.
këtë situatë familja varfërohet edhe më shumë. Pra këto janë ato, është një zinxhir edhe cila duhet jetë një qasje multisektoriale, e jo vetëm e Ministrisë së Arsimit, të cilët e kanë shtu numrin e asistentëve, po ata asistentë janë vetëm në për shkolla. Ata asistentë janë vetëm për ata fëmijë të cilët janë në shkolla. Por ata asistentë janë për nuk janë për pjesën tjetër, 88% të cilët janë jashtë sistemit arsimor. Prandaj unë gjithmonë e kam ngritë këtë se institucionet e tona duhet mirën me atë numër, se është numër më i madh, kuptohet edhe me këtë, por kjo është ky 11-12% që fëmijëve që janë edhe apo i familjes që janë të përfshirë në sistemin arsimor, familjet kanë marrë guximin, familjet i kanë thyer ato paragjykime, meqense kanë ende që të përfshin fëmijët në sistemin arsimor. Tanë këto të lashë, kështu zinxhir, personat me aftësi të kufizuar, a e ndjejnë veten të izoluar në këtë shoqëni? A e ndjejnë veten të inkuadruar, të barabartë? Jo, nuk e ndjejnë veten të barabartë. Nuk e ndjejnë veten të barabartë për shkak se nuk i kanë mundësitë që të jenë të barabartë me tjerët. Jo gjendja atyre e aftësisë kufizuar, pa marrë parasysh është fizika, apo i shordër, apo i verbër, apo aftësitë kufizuara intelektuale, jo. Këto nuk janë faktor, por është për shkak se e para është, kësha thënë, janë të diskriminuar. Diskriminimi, në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, theksohet që një person, nëse nuk mund të marrë një shërbim në një institucion, ai konsiderohet diskriminim. Dhe personat kanë drejt me ngrit padi ndaj atyre institucioneve. Gjë që ka ndodhur para disa viteve kemi inicu, ka ndodhur deri sot janë 8 padi, të cilat janë ngrit prej vetë personave me aftësi të kufizuara, ndaj institucioneve të ndryshme për diskriminim. 3 padi janë fitu, 2 në fakt janë fitu, një është në apel, disa nuk janë shqyrtu ende, si vonesa që ndodhin të na, dhe një ndër padit të cilin e kemi ngritë është edhe Parlamenti i Kosovës. Tempulli i demokracisë, i cili ai tempull nuk ka qasje për personat me aftësi të kufizuara. Që neve na ka ndodhur kena pas një deputet para disa viteve që ka qenë, por ai ka qenë i ballafaqur me shumë vështirësi, që do të thotë nuk ka qenë i barabartë me të tjerat. Dhe kjo, jo vetëm në parlament, po dhe në për institucione tjera, në për rrugë, çdo kënd, hasim në vështirësi, në lëvizje, dhe kjo vështirëson pjesëmarrjen si në arsim, edhe në punësim. Shpeshherë i bëjnë do kësi qasje, ka njëherë më duket sikur sa për sy e faqe, sa me figurua aty të shkallët, po pjerësia është qaq e madhe, me një kështu hapësirë tepër të vogël dhe të shkurt, sa nuk di aty kush mundet mund gjitë me karrocë. Veçanti rregullimi i qasjes, veçanti është në kompetencë të komunave. Vetëm këto institucione sikurse Parlamenti i Kosovës, Universiteti apo Biblioteka Kombëtare i përkesin nivelit qendror. Ja them kështu se kemi dy akte juridike, të cilat e rregullojnë qasshmërinë e personave me aftësi të kufizuara. Është udhëzimi administrativ për qasjen e personave me aftësi të kufizuara, i cili e shtjellon dhe thekson se si duhet rregullohen, ku duhet rregullohen, përqindja e pjerrinave sa duhet jetë, toaleteve, liftave, gjitha këto. Ndërsa në anën tjetër kemi një udhëzim administrativ, i cili është kompetencë komplete të komunave, në të drejtorive të urbanizmit. Dhe brenda atij udhëzimi administrativ, i cili përket dhënies së lejeve të kompanive apo institucioneve në komuna që ndërtojnë objekte, ekziston një listë kontrolluese se a i përmbushin standardet e qasjes. A besoni, asnjë drejtori i urbanizmit nuk kalon në për këtë listë kontrolluese. Dhe ndërtuesit i jepet leja, ai e ndërton objektin pa qasje. Unë e kom biseduar me ndërtuese, me tjerë thotë se ka kërku kërkush. Dhe kjo është filteri kryesor. Prej vitit 2007 ekziston kjo udhëzim administrativ.
A është edhe kjo një lloj neglizhence, domethënë nuk duam të shohim se në shoqërinë tonë është një aftësi e kufizuar e cila duhet të jetë e barabartë me ne, se që na duhet të kujdesemi për ta. Kjo është një komplet është neglizhencë e institucioneve, këtë rast drejtorive për urbanizëm. Asë nuk ka kosta të madhe, jashtëzakonisht minore, kur planifikohet prej fillimit objekti ose rruga, gjitha këto, ose pa marrë parasysh çfarë lloj ndërtimi apo çfarë destinimi do të kenë ato objekte, nuk ka kosta. Dhe unë e kuptoj qasjen apo qasshmërinë jo vetëm për personat me aftësi të kufizuara, po e lehtëson jetën e gjithëve. Po. Unë kam pas rastin edhe kam dalë edhe vetë me kolegë, dhe pse kam ditë, po kam dashur me dëshmu edhe një herë. Kina dalë kina pon, janë disa vende në Prishtinë, shumë pak, por janë disa vende. Është Pjerrina dhe janë Shkallët. Dhe kemi testu, kemi numëruar se sa persona që ecin, po kalojnë në Pjerrinë dhe sa Shkallëve. 70 e ma tepër% kalojnë Pjerrinës, është ma letë me ecë. Në anën tjetër, edhe Kosoj është me e lirë, e ndërtimit të Pjerrinës se sa Shkallëve. Por këto nuk e kam parasysh drejtoritë të urbanizmit, ka dhe munges të informatave njërive edhe prej arkitektëve. Pse ka munges të informatave, ose pse ka munges edhe të bashkëpunimit në ashta? Ka, gjitha janë nga pak, por çështja kryesore për mu qëndron të ndëshkimi, të dënimi. Ne kemi filluar inicimin, po shpresojmë që këtë ta shndrojmë vëllëzim administrativ në ligj të ndëshkueshëm, sikur në vendet e tjera. Nëse nuk e ka të rregulluar me qasjen, ai objekt ka mund ndëshku. Ne kemi sot, po e marrë shembull, disa parkingje në Prishtinë, parkingje të rezervuara për personat me aftësi të kufizuara. Asnjëherë, unë edhe kam insistuar disa vende më rregullue parkingjet, janë rregulluar, ko gjë të mira, asnjëherë s'ka mund ta parkoj veturën unë. Se gjithmonë e zën dikush tjetër. E zën dikush tjetër. Kjo dhe nuk ndëshkohen, po që se ndëshkohen, atëherë nuk do ta parkojmë. Që i bie se vetëdijsimi nuk arrihet me billboarda, e me dokumentare, e mesazhe. Vetëdijsimi arrihet me ndëshkim. Po që se ndëshkohet dënohet ai një herë, kjo qëndron edhe në vendet e tjera. Edhe legjislacioni i cili është në Kosovë, po them kështu se shpeshherë edhe vetë deputetë politikanë thoshin se kemi ligje të mira, pranojshin, por fatkeqësisht nuk po zbatohen në tërësi. Edhe këtë e pranojshin. Edhe vitin 2020 e kemi bërë një hulumtim. Kemi krahasu legjislacionin e Kosovës, udhëzime administrative, strategji, gjitha çështje që i përkasin persona me aftësi të kufizuara, e krahasu me legjislacionin evropian, konventin e Kombeve të Bashkuara dhe qëllimet e mijëvjeçarit. Vetëm 30% ka dalë Kosova se i ka të shkruara. Vetëm 30% të shkruara. Që jemi shumë larg standardeve, as me legjislacion, them kështu se Kosova ka nevojë ende të ketë ligje. Si qëndron puna me punësimin? Një kohë patëm pak kështu do fushata sensibilizuese, vetëdijsuese për punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Disa kompani i kam pa edhe vetë që kanë punësuar disa të rinj me sindromin Down, po çysh është realisht situata me punësimin e këtyre personave me aftësi të kufizuar. Nuk është që shohim bash qatë shumë njerëz që punojnë. Jo, është të vërtet që nuk ka shumë njerëz, dhe për me pas ma shumë njerëz të punësuar. Sa është e kvota që duhet me plotësu? Çdo 50. Një kompani, një institucion që ka 50 punëtor, duhet jetë. Deri diku bile? Nuk është deri diku e plotësuar, dhe për këtë shembull i kryesor apo i parë duhet jetë institucionet. Po. Cili i pari? I pari, Ministria Punës dhe Mirëqenies, apo tash Ministria për Buxhet dhe Transfere, ata nuk e plotësojnë kvotën. Ka në për ministri njerëz? Ka, po nuk ka jo mjaftueshëm. Mu vjen mirë që së fundmi, dikon 2 vitet e fundit, kanë fillu kompanit private, na drejtohen neve, na drejtohen që t'i referojnë personat me aftësi të kufizuara që të punësohen.
Kjo është një vendisim jashtëzakonisht i mirë, për shkak se ata paguajnë edhe shumën e pagës minimale në thesar të shtetit. Por ajo, kam dëgjuar edhe prej kompanive se ato kompani kanë menduar se ai buxhet ju shkon shoqatës sona apo shoqatave tjera. Ai buxhet i shkon shtetit e fare shoqatave. Në anën tjetër, kur i përmendet këto çështje me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuara në përgjithësi, si arsimimi apo ngritja e kapaciteteve të tyre, transporti, qasja, gjitha këto e kompleksojnë edhe më shumë punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Nëse nuk e ka transportin, nëse një objekt nuk ka qasje, toalet, lift, si mund të punësoj ai? Si mund të punoj ai 8 orë në ditë? Madje edhe me një orë shkurtum 4 orë. Ka lëvizje të punësimi, por ende është komplekse situata për shkak të këtyre çështjeve të cilat i përmend. Kur folim për përjashtimin edhe për inkluzivitetin e personave me aftësi të kufizuar, gjithmonë kemi parasysh përpas punës edhe shërbimeve nevojshme, shëndetësore e tjera, edhe angazhimin e tyre si aktivitetet e ndryshme kulturore, sportive. A mund të flasim për aktivitete kulturore, sportive dhe në çfarë mase personat me aftësi të kufizuar kanë qasje në këto aktivitete? Kanë qasje më shumë se sa viteve më herët. Kanë qasje në kuptimin se mbështeten klubet sportive për shkak të ligjit të sponsorizimit më shumë, por mungon ende përgatitja e personave me aftësi të kufizuar për të marrë pjesë në aktivitetet sportive, në disiplina të ndryshme. Komiteti Paralimpik i Kosovës mundohet të bëjë diçka, por më shumë e bëjnë për fushata, më shumë e bëjnë për fotografi, sesa që kanë ndiku të përgatitja e sportistëve me aftësi të kufizuar që të marrin pjesë në lojrat e ndryshme, sidomos lojrat paralimpike. Unë personalisht, po dhe organizatat të cilën e udhëheq, shumë vite përpara jemi marrë shumë me sporte të ndryshme, por viteve të fundit kemi mungesë të buxheteve dhe projekteve të shumta, jo vetëm në fushën e sportit, po edhe në fushat të tjera dhe në ofrimin e shërbimeve sociale me çka mirremi çdo ditë, na pa mundsojnë të angazhohemi më tepër. Por ky komitet ka pasur mbështetje nga institucioni, nga Ministria e Sportit, shumë më shumë dhe nuk kanë bë mjaftueshëm sa duhet. Absolut që më kënaqen unë. Që më kënaqen për shkak se po të theksoj prap i përcjell në rrjetet sociale, vetëm fotografi, por nuk ka sport. Dhe ata e dinë shumë mirë me këtë fjalë se nuk po i drejtohen ose kanë pas takime me ta dhe e kuptojnë shumë mirë se çka po duam të thonë lidhur me ta. Këto aktivitetet sportive, madje edhe rekreacioni, edhe sporti ju kishin ndihmuar shumë. Në aspektin kulturor ka persona me aftësi të kufizuar të cilët kanë shkruar poezi, libra të ndryshme, të cilët i kanë financuar o vetë, o familja, madje edhe prind, o e kanë mbështetur në ai shtëpi botuese. Por nuk janë të mbështetur sa duhet. Nuk janë të mbështetur sa duhet as individualisht, që të konkurojnë, po e them kështu që të konkurojnë edhe me personat me aftësi të kufizuar të cilat jetojnë në vendet e tjera, meqense një shumë mirë këtë situatë, edhe në rajon, s'po them në perëndim, po edhe në rajon, ku nëse një person me aftësi të kufizuara ka talent për art, për shkrime të ndryshme, ai person mbështetet drejt për drejt për institucioneve, por vendin tonë nuk ndodh ajo dhe ky person ose familja duhet të gjejnë donator, mbështetës të ndryshëm, sponsor të ndryshëm, e që është e pamjaftueshme sa e ndodh vetëm një herë, e nëse ndodh në mënyrë të vazhdueshme, sigurisht se talenti i tyre do të rritej edhe më shumë dhe do t'i tregonin vlerat edhe më shumë se sa që duhet t'i ketë. Si qëndrojnë këto shërbime në rajon, në këto shtetet e rajonit, mos flasim për Evropën? Gjitha shtetet e rajonit, se përket shërbimeve, qëndrojnë më mirë. Shërbimeve institucionale apo shërbime shtetërore. Gjitha vendet e rajonit kanë sigurime shëndetësore, në Kosovë nuk kemi.
Dhe në veçanti, kjo është pika me dopt ku prekën personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Nëse flasim për shërbimet sociale që dallojnë, atëherë Kosova qëndron më mirë se sa ato vendet në rajon. Por është një dallim jashtëzakonisht i madh i shërbimeve sociale dhe shërbimeve institucionale, rehabilituese apo shërbime të tjera. Për shkak se shërbimet sociale i mundsojnë njerëzve që të socializohen, që takohen, që ngrisin kapacitetet, që të përgatiten për punësim, që të vedisohen jo vetëm ata, po dhe familjet e tyre. Dhe fatkeqësisht edhe institucionet, po ka dhe shoqatat e tilla, jo e jonja, po shoqatat e tilla, të cilët e mendojnë se vetëm këto shërbime janë të cilat janë të mjaftueshme për një person apo një familje. Absolut kjo nuk qëndron. Gjitha këto shërbime sociale bazohen në projekte. Nëse flasim për nivelin e Kosovës, Ministria e Drejtësisë tani sfund me hap thirrjen për projekte, aplikojnë ato organizatat e cilat i plotësojnë ato kritere apo komunat. Prapë kjo shumë është e pamjaftueshme. Edhe është një projekt që ka një kufizim kohor. Një kufizim kohor. Por edhe ka një target, një numër të caktuar. Po e marr shembull 30, 50, 60 fëmijë me një komunë të caktuar apo me një rajon. Por nuk mund t'i përfshi gjitha komunat dhe gjithë fëmijët anë mban të Kosovës. Për atë arsye po them se shërbimet institucionale janë kruciale në mënyrë që jo vetëm fëmija, këtë rast edhe rrituri, po dhe familja të ngriten dhe të jenë të përgatitur për pjesëmarrjen e tyre publike. Publike në kupton arsimin, përfshirjen kulturë, sport, politik, gjitha. Po, këtu dashnë me dalë politik. E këto mungojnë. A ka përfshirjen politik, angazhim politik të personave me aftësi kufizuar? Ka tentime, ka tentativa, ka por jo të mjaftueshme. Si ju ka duk vullneti i shoqërisë? Vullneti i shoqërisë është i mirë, por vullneti subjekteve politike dyshoj se sa është i mirë dhe sa është qëllimi i mirë i tyre. A është kjo arsyeja pse nuk ka të angazhuar në politikë persona me aftësi të kufizuar? Kjo është arsyeja se nuk janë të përgatitur ende, hezitojnë, nuk kanë faj që hezitojnë, madje edhe kanë droje apo frikë, nuk kanë faj. Po, nuk ishtë qenë keq për shembull me pas një përfaqësues, me thonë ashtu, të aftësisë të kufizuar në parlament. Shumë të drejtë. Ne kemi pas një përfaqësues, po ajo qeverisë do dhe shkurt, ka pas tentativa edhe tjera, nuk kanë kalu, por unë e besoj se qëndron, kërë thash droja dhe frika hezitimi vetë njerëzve me aftësi të kufizuar, duke pa këtë farë kaosi politik, këto subjekte politike, këto inate politike, e që personat me aftësi të kufizuar ndjejnë më së tepërmi dhe frigohen më shumë të se sa tjere. Po flasim për një situatë normale. Se të nesërmen, ai subjekt politik do t'ja marrë inati i këtij personit, do të etiketohet se gjithmonë ky ka qenë me këtë apo atë subjekt, edhe këto ndodhin. Këto ndodhin të krejtë qytetarët. Po personat me aftësi të kufizuar me këtë ndjejnë më së... Është pak më e ndjeshme puna. Është shumë e ndjeshme. Ne kemi punu mjaftueshëm dhe ende vazhdojmë punën që të inkurajojmë njerëzit, që të marrin pjesë edhe në jetën politike, por të e në arsye të cilat i përmenda, të cilët ende hezitojnë, por po shpresojmë se gradualisht do të ngriten edhe në këtë fush, do të ngrisin zërin, kapacitetet e tyre që edhe tjenë më të guximshëm edhe më të fuqishëm. Sa është sot, mas tanë këtyne viteve, hendikosi i fuqishëm me bë trysni institucioneve për problemet të caktuara? Hendikosi ka qenë dhe ende vazhdon të punojë në dy drejtime. Avokimin dhe lobimin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, duke marrë shembull më të mirë praktikat e tjera të vendeve, jo vetëm në rajon, po edhe në Perëndim, apo edhe në botë, edhe gjithashtu në ofrimin e shërbimeve sociale, për çka kemi marrë këtë përgjegjësi e cila nuk na takon, por duhet të ishte e institucioneve. Kemi marrë përgjegjësi kur e përmenda fillimisht që vitet e 90-ta, duke menduar se një ditë shteti jonë do të konsolidohet dhe do t'i ofrojë këto shërbime.
këtë rast mund të përmend edhe një çështje që ka të bëjë me pajisje ndihmëse për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, kur para 3 viteve, nëse nuk gaboj, qeveria ka aprovu buxhetin, e ka nda buxhetin, është kontraktu kompania nga SHSKUK-ja, pajisjet kanë ardhur, pajisjet të ndryshme për lëvizje asistim dhe parandalim, por fatkeqësisht gati një vit e gjys këto pajisje kanë qëndruar në depot e klinikave të SHSKUK-s. Pse? Arsye të ndryshme, hezitime të ndryshme, gjëja se nuk kanë mundësi të kontraktojnë apo në një organizat profesionale që të ofroj këto shërbime dhe më në fund e kanë hapë thirrjen, ne kemi aplikuar në atë projekt, tash jemi për zgjedh edhe unë po besoj se ky proces do t'i lehtësoj shumë a shumë, do t'i lehtësoj për shkak se ne i përshtasim, i montojmë dhe ja japim personit pajisje. Me ato pajisjet të cilat janë aty, diçka tjetër nuk mund të bëjmë. Sa është organizata sot e fuqishme me ju bë trysni institucioneve për probleme të aftësisë së kufizuar? Ne dje me 3 dhjetore e pa të motën ndryshimi nis nga unë. Nis nga unë, nga ti, nga ta që qëndrojnë mrapa, nga shikuesit të cilët po na shohin. Nëse çdo kush nga pak fillon me ndryshu, e fillon me ndiku të tjetri, atëherë do të arrihet diçka. Ende është e fuqishme, ndikosi, dhe do tjetë zëri më i fuqishëm për personat me aftësi të kufizuar, drejtuar institucioneve tona. Çdo herë kemi adresu, çdo herë kemi ngrit këto çështje, madje për 3 dhjetor dhe kemi protestu, madje edhe në shi, e me konferencat të ndryshme, duke mundu edhe t'ju japim mënyrën e zgjidhjes së probleme me cilë ballafaqohen personat me aftësi të kufizuar. Po përkundër përpjekjeve, po thëmë kështu në thojzat të gjitha qeverive deri tash, ende nuk është ajo e cila do duhej së paku të krahasohemi në rajon. Nuk po flas për vendet e perëndim, por së paku në rajon, ku personi me aftësi të kufizuar do të jetë në qendër dhe ku personi me aftësi të kufizuar institucionet e tona do ta shihni nga këndi drejtave të njeriut e jo nga këndi mëshirës. Dhe them kështu se ende fatkeqësisht edhe shoqënia apo edhe institucionet i shohin me një mas të madhe nga këndi bëmirës personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre. Po, është dhimbshme kjo. Edhe jo e drejtë. Jo e drejtë. Afrimi, faleminderit shumë që ishit mysafir në Sens. Faleminderit juve. Suksese në punë hendikosit matutje. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e sotëm me temat të tjera, të ftuar tjerë që jemi të shtunën tjetër, natën e mirë. Faleminderit shumë.